Shkodra është një nga qytetet e Shqipërisë që rrethohet nga disa lumej, si Buna, Drini, Kiri, si dhe nga liçeni i Shkodrës, më i madhi në Ballkan. Por e gjithë kjo pasuri natyrore e qytetit po dëmtohet nga hedhja mbeturinave, inerteve dhe shkarkimi i ujrave të zeza, duke dëmtuar ekosistemin natyror dhe jetesën e banorëve. Prej dekadash, lumet janë kthyer në këta vende të depozitimit të metjeve, inerteve dhe metjeve të ndryshme bizneseve, por këta janë ato riparime që ne duhet më bëj. Jo thjesht duke pastruar, sepse kjo është pjesa e fundit që duhet më bëj, po është monitorimi. Mjesën që monitorohet vend gjopa, por pjesën kur pastrohen duhet më riparu krejt zonën, si riparohet zona duke mja edhe pemë, duke edhe ndoshta duke riparu zonën me një pemë, por duke vu si pika kufitare ndaj në aksesit në zonave. Këta janë ata riparime që duhet më bëj, po shpresoj që të merren masa konkrete se nuk shohim në momentin që flasim, nuk shohim asnjë hap që është bë për me riparu këta zona që janë drejt shkatërimit midisor. Sipas ambientalistit Mirsat Basha, zona më problematike se të kondotjes janë brigjet e lumit Kir. Zona më ndotën në pjesën e Shkodrës është lumi Kir, që vjen prej pjesë prej Kalider në pjesën e Shkodrës në fshatin Kuq. Është krejt zona që kanë hall inerte, meteorina familjare, biznese të shumta, tekstile, çdo gjë tjetër që e kanë ndot, e kanë ngushtuar lumin, e kanë deviju lumin, edhe normalisht duke krijuar erozion e dhjet, por duke marrë edhe përmytje, kur zona përmytje, duke marrë disa zona që nuk janë prek më përpara prej përmytjes, pas me devijimin e lumit normalisht ndodhin ta katastrofa. Kështu që janë ta zona se sa më parë duhet mi pastru, mi riparu edhe mi mjallë se s'ban me pemë. Problemi i depozitimit të mbetjeve të ndryshme në brigjet e lumit Kir kanë marrur për masa të mëdha, të cilat kanë ndikuar edhe në devijimin e shtratit të këtij lumi, duke bërë shkaktar edhe i përmbytjeve në zonat ku kalon.